Kryeministri në detyrë I Kosovës Albin Kurti ka thënë se Kosova nuk mund të harrojë epopenë e UÇK-s dhe luftën çlirimtare në mënyrë që të ardhmen ta ketë më të sigurt, shkruan Kosova Press. Rënja heroike e Adem Jasharit dhe flijimi I 58 familjarëve të dyja gjinive, prej Blerinës 7 vjeçare e drejt Bas Shabani 74 vjeçar, ishte si një shok elektrizues që përshkoi të gjitha qelizat e trupit të popullit shqiptar. Përkundër efektit terrorizues që synonte Serbia, rezultati ishte mobilizimi masiv dhe I menjëhershëm I shqiptarëve në radhët e ushtrisë çlirimtare, që deri atëherë nuk njihej mjaftueshëm, por që prej atëherë emri Adem Jasharit dhe ai I ushtrisë çlirimtare të Kosovës u bë I njohur për të gjithë dhe sinonim të njëri tjetrit. Për të gjithë, brenda vendit e po ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Adem Jashari kryekomandant I UÇK-s dhe UÇK-ja e komandantit legjendar Adem Jashari. Të tillë pra të pashkëputur nga njëri tjetri do të mbeten për jetë. Në Akademinë Përkujtimore për shënimin e 27 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Kurti tha se s'mund të ketë pajtim me Serbinë derisa ajo jo vetëm që nuk kërkon falje, mirë po zotohet se do të përsërisë gjenocidin ndaj Kosovës, por sa t'i vi rasti. Ndonjëherë na thuhet të mos shikojmë pas, por vetëm përpara, drejt së ardhmës së përbashkët, si ajo shprehja të shkuara të harruara që e thonë ata që duan të pajtohen. Mirë po, si mund të ketë pajtim pa pranim të fajit, si mund të ketë falje nga ana e viktimës, kur agresori jo vetëm që nuk kërkon falje, por zotohet ta përsërisë krimin në rastin më të parë që do t'i jepet. Serbia nuk është shëruar prej, le ta quajmë, kompleksit Kosovës, që ka shuar atë disa gjenocide t'i shkaktoi në shekullin 20 dhe në fund shekullin 19, jo vetëm në tokën tonë, por edhe në vendet e tjera të Ballkanit. Serbia është shteti më I armatosur në rajonin tonë, aleati më I ngushtë I Rusisë, që Kosovën e quan sepse e don pjesë të territorit të saj shtetëror, që mban baza të përparme ofenzive të ushtrisë dhe gjendarmerisë pranë kufirit me vendin tonë Kosovën, që ndërmerr sulme terroriste, luftë kinetike, sabotimet ndryshme, teksa strukturat paralele ilegale në territorin e Kosovës përgjithsisht ja kemi mbyllur ose shporur. Ne kemi detyrë të kujtojmë, ne nuk mund të harrojmë as luftën shqiptare në përgjithësi, as viktimat civile e posaçërisht nuk mund të harrojmë epopenë e UÇK-s pikërisht për të mos u kthyer në kaluarën. Duke mos harruar, ne kemi të ardhme të sigurt e të ndritshme. Në emër të familjes Jashari, Marigona, vajza e kryekomandantit legjendar Adem Jashari, tha se epopeja e Marsit tregon se si jeta flijote për liri. Epopeja e Marsit, të cilën e përkujtojmë sot, mblodhi gjithë vëmendjen e shpresën e kombit në një vend ku jeta flijoi për lirinë, në një vend nga kuradhet e atyre që mbronin dinjitetin kombëtar nuk u ndalën më. Të nderuar të pranishëm, e kaluara jonë veçohet nga angazhimi I të gjitha formave për lirinë. Në këtë rrugë të gjatë e me plot vuajtje e heroizëm, kontribut të jashtëzakonshëm kanë dhënë edhe vajzat dhe gratë shqiptare. Në këtë rast, të kujtojmë luftëtarët e të gjitha luftrave për shlirim. Kujtojmë Shod Galicën si simbol të guximit femror. Kujtojmë studentët dhe nxënësët që masovizuan protestat e vitit 1981 dhe të viteve në vazhdim, simbol I të cilave u bë Ylfete Humolli. Kujtojmë Gjevlla Drovcin dhe të gjitha luftëtarët e UÇK-s. Kujtojmë kontributin e jashtëzakonshëm të nënave tona. Në këtë fjalë të shkurtër përshëndetse me qëllim theksova traditën e kontributit të gruas shqiptare, sepse ndonjëherë sikur harrojmë të kujtojmë sakrificat dhe kontributin e saj gjatë historisë. Kjo traditë vazhdoi edhe në formën e saj unike edhe në epopejnë e Marsit,
ku antarët e familjes sonë dhe të lagjës Jashari si një trup I vetëm u flijuan për lirinë, për kombin. Është thënë se që nga koha e Skënderbeut për në mbrojtje të Atdheut, vajzat dhe gratë shqiptare ishin krah I çështjes kombëtare. Kjo traditë duhet të kujtohet dhe të kultivohet. Në shërim të epopesë së UÇK-s, në kompleksin memorial Adem Jashari u shfaqen edhe emrat e 1432 fëmijëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Në prekaz, 111 kadete të ri të shërbimit korrektues ndëruan familjen Jashari një ditë para diplomimit të tyre.